Sektori krimeve të rënda në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë nr. 2 finalizuan operacionin e koduar dhe Van, ku pas kontrollit në një furgon në rrugën Myslim Shryri, u zbulua një arsenal i madh armësh dhe pajisjesh të kundërligjshme. Si rezultat, u arrestua 34 vjeçari me iniciale ES, ndërsa 2 persona të tjerë janë shpallur në kërkim. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, gjatë kontrollit u sekuestrua në total 23 armë zjarri, ndërto 12 pistoleta, 6 automatik dhe 15 ty të gjatë me shënjesër optike të ngjashme me sniper, 1 silenciator, 15 një fishek, 17 krera, pajisje armësh, pajisje për shpërthime në distancë, 12 celular, pajisje elektronike gjurmuese GPS, pajisje për bllokimin e valve, pajisje për numërimin e kartmonellave, 17 kuti me pranga të ngjashme me ato të policisë dhe 3 komplete uniformash që ngjasojnë me ato zyrtare. Operacioni u zhvillua pas administrimit të shpejtë të informacionit në rrugë operative, ndërsa drejtimi i hetimeve është i koordinuar nga prokuroria. Policia njofton se gjeneralitetet e 2 personave të shpallur në kërkim nuk bëhen publike për shkak të hetimit. Hetuesit po punojnë intensivisht për kapjen e personave të shpallur në kërkim, për identifikimin e të tjerëve të përfshirë, si dhe për zbardhjen e qëllimit të mbajtjes së arsenalit dhe pajisjeve të sekuestruara, në veçanti nëse armët dhe pajisjet do të përdoreshin për vepra të rënda kundër rendit publik apo për aktor të organizuar kriminal. Prokuroria dhe njësitë speciale do të kryejnë ekzaminimet balistike dhe kontrollin e pajisjeve elektronike për të nxjerrë prova që lidhen me rrjetin dhe synimet e operacionit.